Prandaj edhe nuk ka protesta të qytetarëve, por ka vetëm ankesa të opozitarëve. Nëse ne, sipas tyre, që kemi vonuar, pse nuk janë këtu për të na lënë neve fajin e popullit buxhetin? 200 milion euro humbin pakthyeshëm, 88 milion euro nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian dhe 120 milion euro nga këto 3 marrëveshjet me Bankën Botërore. Buxheti i vitit 2026 që ka propozuar Qeveria e Republikës Kosovës, që është miratuar në mbledhjen tonë, është tejet i rëndësishëm sepse duhet që janari t'i gjejë të gjithë me paga e me rritjet e merituara të cilat burojnë nga rritja ekonomike. Të nderuar deputet, në Kosovë nuk ka krizë ekonomike. Rritja ekonomike në qerekun e dytë si vjet ka qenë 4,58% të bruto produktit vendor. Në këto 4 vite sa isha kryeministër, e tash edhe sa jam kryeministër në detyrë, asnjëherë rritja ekonomike nuk ka qenë në 4%. Rritja mesatare ekonomike është 6%. Prandaj edhe nuk ka protesta të qytetarëve, por ka vetëm ankesa të opozitarëve. Në Kosovë nuk ka krizë ekonomike, po rrezikojmë të kemi krizë sociale, nga kriza buxhetore, financiare, për shkak të keqpërdorimeve të procedurave. Le të mos keqpërdorim procedura. Le të jemi në nivel të përgjegjësisë që kemi si përfaqësues të popullit, por edhe si zyrtar të shtetit. Si dikush që personifikon dhe se ndërton imazhin e shtetit pavarur si Republikë Demokratike. Qëndrimet e subjekteve të cilët nuk janë të pranishme, përbes nuk kanë alibi. Nëse ne, sipas tyre, që kemi vonuar, pse nuk janë këtu për të na lënë neve fajin e popullit buxhetin? Nëse ne që kemi vonuar, pse nuk janë këtu që të na lënë neve fajin e popullit buxhetin? Këtu është vendi për të folur e për të votuar. Mbi 200 milion euro humbin pakthyeshëm, 88 milion euro nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian dhe 120 milion euro nga këto 3 marrëveshjet me Bankën Botërore. E për ratifikim të marrëveshjeve ndërkombëtare, ju e dini shumë mirë që nuk mjaftojmë ne, edhe po ta kishim qeverinë, nevojitën 80 vota. Por interesi publik dhe e mira shoqërore e kërkon që të jemi aty bashkë. Është një çështje tjetër, po të kishte parti opozitare që do të thoshin, nuk duam të marrim kredi nga Bashkia Ndërkombëtare. Që është qëndrim politik. Nuk duam të marrim kredi. Edhe nëse është 0%, nuk duam të marrim kredi. Nuk na nevojiten grantet e Bashkimit Evropian. Nëse do të kishte parti opozitare që do të thoshin këso qëndrimesh politike, unë e kuptoj. Se edhe për marrëveshje ndërkombëtare, pozit dhe opozit mund të dallojnë. Mirë po ata nuk kanë asnjë vërejtje për këtë marrëveshje ndërkombëtare. Cili është kuptimi të bojkotosh votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, ndërkohë që pajtohesh për to? Unë i bëj thirrje edhe një herë të gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës, pa dallim partie, që sot të jemi këtu në Kuvend, ku na ka sjellur populli i Kosovës dhe të votojmë 3 marrëveshjet me Bankën Botërore, marrëveshjen për planin e rritjes së Bashkimit Evropian për vendin tonë, ofër 900 milion euro gjithsej. Buxhetin për 3 komunat, Prishtinë, Gjilan, Zubin Potok, buxhetin për vitin 2026, dhe në këtë mënyrë të ecim bashkë përpara. Të gjitha ballafaqimet e ideve që kemi, i zgjidhjeve që japim, le t'i ruajmë për diskutime në fushatën zgjedhore, por gjithashtu edhe për diskutime këtu parlamentare, pse jo. Mirë po, kjo seancë nuk është thjesht një zgjedhje, është një domosdoshmëri, edhe më shumë se nevojë, nëse duam të jemi ashtu siç na kanë zgjedhur, pra përfaqësues të popullit të Kosovës si burim sovraniteti
i shtetit tonë të dashur e të përbashkët. Ju faleminderit.